Lidhja Demokratike e Kosovës ka filluar përgatitjet për zgjedhjet lokale që do të mbahen në Vjeshtë. Tashmë janë konfirmuar 2 nga kandidatët për komunat më të rëndësishme, Mitrovicën dhe Gjilanin. Kandidat për Mitrovicën do të jetë Gëzim Plakolli dhe për Gjilanin, kreu i degës së LDK-s në këtë qytet, Lutfi Aziri. Gëzim Plakolli ka konfirmuar për gazetën Blic se do të jetë ai kandidati i LDK-s për kryetarin e komunës së Mitrovicës. Unë do t'jem kandidat i LDK-s për kryetar komune, tha shkurt Plakolli duke zyrtarizuar kështu kandidaturën e tij disa muaj para zhvillimit të zgjedhjeve. Aktualisht ai mban pozitën e kryetarit të degës së LDK-s në Mitrovicë dhe është antar i Këshillit të Përgjithshëm të partisë. Plakolli është shprehur i vendosur që të jetë një zë i fuqishëm për të gjithë qytetarët e Mitrovicës. Ai ka premtuar angazhim maksimal për zhvillimin e qytetit, fuqizimin ekonomik, përmirësimin e shërbimeve publike dhe forcimin e bashkëpunimit me qytetarët. Kandidatura e tij shihet si një përpjekje për të rikthyer ndikimin e LDK-s në këtë komunë pas disa viteve të sfidave politike. Ndërkohë në Gjilan, një emër i njohur politik do të kërkojë rikthimin në krye të komunës. Deputeti dhe kryetari i degës së LDK-s në Gjilan, Lutfi Aziri, ka konfirmuar se do të garojë për kryetar të komunës në zgjedhjet e ardhshme lokale. Aziri përmes një deklarate për gazeta Blic ka bërë të ditur se LDK në Gjilan është duke përgatitur një listë përfaqësuese të kandidatëve për kuvendin komunal dhe se ai vetë do të jetë kandidati për të udhëhequr komunën. Bashkë me dashni, Gjilani do t'ja rikthejmë namin në një kryeqendre ekonomike, arsimore, të sigurisë, kulturës së sportit, ka thënë Aziri. Ai ka theksuar se si kryetari i degës ka paraqitur draftin final për Këshillin e Degës për zgjedhjet e nënshkurtit dhe se tashmë janë në fazën përfundimtare të përgatitjeve për zgjedhjet lokale. Aziri ka nënvizuar se përkundër trendit pozitiv në zgjedhjet e fundit parlamentare, LDK-ja në Gjilan është e përqendruar maksimalisht në organizimin e fushatës lokale dhe rikthimin e fuqishëm në pushtetin komunal. Bashkë me kryesinë e degës, do ta bëjmë listën më përfaqësuese ndonjëherë, e cila do ta siguronte rolin e liderit në nivel komunal, ka shtuar ai. Mëtej, Aziri ka theksuar se kandidatura e tij është konsensuale dhe mbështetet gjerësisht brenda degës së LDK-s në Gjilan. Përderisa unë jam kryetari i degës, jam kandidati i vetëm për kryetar komune dhe sot kemi hapur procesin për këtë, ka deklaruar Aziri duke theksuar unitetin politik dhe funksionalitetin e degës së LDK-s në Gjilan. Me këto 2 kandidatura, LDK-ja synon të rikthehet fuqishëm në 2 nga komunat kyçe të vendit. Gëzim Plakolli në Mitrovicë dhe Lutfi Aziri në Gjilan do të përfaqësojnë përpjekjen e kësaj partie për të fituar besimin e qytetarëve dhe për të dëshmuar kapacitetin e saj për të udhëhequr me përgjegjësi dhe vizion. Zgjedhjet lokale pritet të jenë një garë e fortë e vendimtare për shumë subjekte politike, ndërsa për LDK-n këto zgjedhje janë një mundësi për të treguar rikthimin e saj në skenën politike lokale me emra të njohur dhe me angazhim të qartë për zhvillim dhe përparim të komunave të Kosovës.